Kryetari i shoqatës transportit ndër qytetet së Shqipërisë. Keni ardhur sot në Këshillin e Bashkisë së Florës? Patjetër. Qëllimi i kësaj ardhje çfarë keni kërkuar sot? Ne kemi ardhur për një mori i punësh, apo kupton, po që kemi kryesore, kërkojnë të vendosin nga aty ku është, qendra autobusit, më na çumë në një vend tjetër. Unë nuk e di, se s'kan thonë këta nuk e di, po. Plus i kemi edhe probleme tjera. Kemi transportin e palishëm, kemi Alemet Vlora, një qytet shumë i bukur në Shqipëri, mos ketë një terminal, vinë turistët e huaj, vinë nga gjithë bota, vinë, nuk e di çfarë them, mund duket absurde, Vlora ka terminal Kuçova, ka terminal Berati, ka terminal rrethet më të vogla, mos ketë Vlora një terminal, kjo është nuk e di, nuk e perceptoj dot, Keni ardhur në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, kërkuar takim, keni kërkuar më herët takim, çfarë ju tha? Tashi ne të kërkuam, ty nga mërën të referoja këta kërkesat, na njoftu një 2 antarë të Këshillit Bashkiak, edhe tha do ta ngjem ne, aja kryetaria nuk në gjojnë fakt. E në parë, thash, na deshme nda për cjell, me na quke kryetari i bashkisë. Një po njoftë legislacionin që kom tjellë dhe dërgër policia. Unë vendos me taku kryetarin e Këshillit Bashkiak, se kjo është organi ekzekutiv. Këta do ta ngejnë votën për çdo lloj gjaje, për buxhete, për transporte, për tregtie, për taksa, për tatime, gjithë. Edhe që ne do të takojmë se s'ban, me dashje, pa dashje, këte do të takojmë se s'ban. Ai do presin deri për fundin e mbledhjes? Do presin deri marrë buxheti, se edhe ne e kuptojmë, meni kina kupton fjalën. Buxheti më kryesore. Marrë buxheti më sa të hyjmë ne. Do hyjmë se s'ban. U ko marrë nga Tirana këtu. Ma kollaj shkoj takoj ministrin në Tiranë, ministër, se sa me taku këtu, kjo është jahudi, thomin e marbura, Bot Vlora e tillë, unë s'kam pa një herë. Shpëtim Vriani, kryetari i shoqatës transportit udhëtarëve ndër qytetet e Shqipërisë.